Dalim flasim për Maqedoninë e Veriut, e cila po zhvillon fushatën e saj elektorale për zgjedhjet vendore, një garë e edhshme dhe për shkak të zhvillimeve të fundit dhe përplasjeve që ka pasur mes mazhorancës drejtuar nga VMRO, DPMNE-ja, kryeministit Hristian Miskovski dhe opozitës kryesisht shqiptare, të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni të Veriut. Duket se gara në zonat shqiptare do të jetë fort mes koalicionit AKI, të drejtuar nga partia më e madhe e BDI-ja, e Ali Ahmetit, dhe Vleni, koalicioni Vleni, i cili është edhe në qeveri. Tetova padyshim mbetet një nga zonat më të nxehta, një komunë e drejtuar për shumë vite nga Bashkimi Demokratik për Integrim, por në zgjedhjet e fundit atë e fitoi Bilal Kasami nga koalicioni Vlen, kreu i Besës. Në garë për AKI do t'jetë Bajram Rexhepi, i cili do të synoj ta rikthej këtë komunë sërish tek AKI përballë Bilal Kasamit, i cili synon të marrë një tjetër mandat. Bajram Rexhepi është me mua në këtë lidhje të drejt për të diskutuar pak për fushatën dhe sfidat që ka përpara në këtë garë, ku duket se rivali i tij ka edhe mbështetjen e mazhorancës dhe të kreut të VMRO DPMNE-s Hristian Miskovski. Zoti Rexhepi, mirëmëngjes, faleminderit shumë që je sot me ne. Mirëmëngjes, edhe ju falenderoj për ftesën, Esmeralda. Të morëm ca kohë të çmuar, se e di se në fushat vlen çdo minutë për takim me zgjedhësit, por shpresoj që të na ndjekin sot edhe t'japësh një kontribut edhe për këta, ta përdorim edhe këtë hapësirë për të sqaruar shumë gjëra. Ju jam shumë mirënjohës për ftesën. Si duket fushata deri tani në Tetov? Ka qenë shumë e mirë, Esmeralda, një periudhë edhe para zgjedhore, po tani aktualisht jemi edhe në kampanjën oficiale, ka një entuziazëm të jashtëzakonshëm këtu në Tetov, por gjithandej do me thënë ndihet fryma e fitores, të gjitha matjet, të gjitha analizat që kemi bërë, tregojnë se do kemi një fitore plebiscitare në të gjitha komunat shqiptare. Tetova duket se ka qenë një interes edhe i kryeministrit Hristian Miskovski. Ne kemi parë në disa dalje së fundmi, në disa investime. Nuk ju penalizon pak kjo, duke qenë se rivali juaj pra nuk është se do të ketë vetëm votat apo garën mes shqiptarëve, por do ketë edhe një mbështetje nga ana e qeverisë? Jo, nuk do thoja, absolutisht bile përkundrazi, sepse ne kemi pritur, do me thënë, ka qenë e pritshme dhe shumë e logjikshme për kraja që do ketë kundër kandidati jon nga ana e kryeministrit edhe gjithë strukturës qeveritare, sepse në dioptrinë politike të kryeministrit Hristian Miskovski, sigurisht që shef vetëm vazalitet dhe njerëz të dëgjueshëm, do me thënë, ka qenë një politikë groteske, do thoja, një mënyrë diabolike e menaxhimit politik që ai ka bërë në periudhën e fundit në Maqedoninë e Veriut, dhe ai po tregon një despotizëm politik këtu në Maqedoni që të disiplinoj shqiptarët, që të tregoj se ky shtet është i yni dhe unë duhet të vendos për gjithçka. Por unë jam absolutisht i bindur dhe besoj në vetdijen e lartë qytetare të Tetovës, në vetdijen kolektive, në intelektualizmin shqiptar këtu në Tetov dhe përfundimisht edhe kryeministri, por edhe këto pengjet politike do t'i quaja të partive shqiptare që janë në koalicionin qeveritar, se do marrin një grusht shumë të fuqishëm këtu në Tetov, por jo vetëm këtu, gjithandej në të gjitha komunat shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Mirë, po pushteti josh përgjithsisht edhe në fushata elektorale janë edhe më zemërgjër me punësime, me investime, me lehtësira, biznesi. Nuk mendoni se mund të jetë një faktor negativ? Jo, përkundrazi, sepse gjithmonë Tetova ka ditur që t'i dënoj politikat e gabuara, menaxhimin e gabuar, dhe për një periudhë shumë të gjatë qytetarët e Tetovës janë të vetëdijshëm për të gjitha padrejtësitë, për të gjitha keq menaxhimet edhe keq përdorimet që janë bërë në komunën tonë, dhe kjo sigurisht që një masë shumë të vogël njerëzish mund të joshin me kontratat të tilla, me do thoja me joshje që i ka mundësitë pushteti, por gjithsesi masa intelektuale në Tetov është shumë fishme e madhe,
edhe nuk do ketë një ndikim në efektin edhe në rezultatin e përgjithshëm që ne presim se do jetë një fitore bind se këtu në teto. BDI ka drejtuar për vite atë komunë. Pse qytetarët duhet ta rikthejnë sërish? Po, në fakt, qytetarët e dhanë verdiktin edhe në vitin 2017 për komunën e Tetovës, e dhanë verdiktin edhe në vitin 2021. Tani në këto zgjedhje do e japin verdiktin për menaxhimin që ka bërë pushteti aktual dhe qeverisja aktuale këtu në Tetovë për këtë periudhën 4 vjeçare, 2021-2025, që ka qenë një dështim total. Do thoja gënjeshtra edhe mendoj pushteti aktual nuk ka realizuar as edhe një premtim të vetëm të programit zgjedhor që e propozoi që u ofroi tetovarëve në vitin 2021 dhe kjo do e merr një grusht fuqishëm në këto zgjedhje sepse qytetarët pavarësisht periudhave të kaluara se ka menaxhuar BDI me komunën e Tetovës, do japin verdiktin për këtë 4 vjeçar nga viti 2021 deri në vitin 2025, sepse ato e shohin se ka qenë mashtrimi më i madh në historinë e zgjedhjeve në Tetovë, sepse nga të gjitha premtimet, nga të gjithë oferta politike që ato e ofruan në Tetovë në zgjedhjet e vitit 2021 nuk është realizuar as edhe një e vetme, domethënë ata premtuan ndërtimin e stadiumit, sot kemi 2 tribuna më pak, ato premtuan një nënkalim në qendër të Tetovës që nuk e bën, premtuan garazhe me kate që nuk i realizuan, premtuan zgjidhjen e problemit me parkingje që sot e kemi shumë më keq, premtuan që do jenë falas, ato përkundrazi e rritën çmimin e parkingjeve në Tetovë, premtuan zgjidhjen e problemit me qendrën e Ndacak. Sot për fat të keq kemi një situatë shumë fish më të keqe se ajo e kaluara, premtuan që do e pastrojnë Tetovën, sot e kemi situatën alarmante këtu, i shitën të gjitha asetet publike që mundën t'i shesin në këtë periudhë, duke përfshirë edhe shumë prona me çmime simbolike, apo thënë ndryshe dhënë falas disa operatorëve, disa kompanive private dhe për këtë do e marrin përgjigjen e merituar në këto zgjedhje. Sigurisht që ne kemi një platformë, një ofertë politike shumë konkrete, të realizueshme, edhe qytetarët do dinë ta bëjnë dallimin kësaj radhe në Tetovën tonë. Në nivel nacional kombëtar, po them, diskursi i Aleancës Kombëtare për Integrim ka qenë se këto zgjedhje janë një referendum për Maqedoninë e Veriut, kryesisht për shqiptarët, për fajsimin e tyre, të drejtat e tyre. Kështu vepron edhe tek fushata juaj, e kupton këtë diskurs qytetari që në zgjedhje lokale pret t'i zgjidhen ato hallet edhe problemet e lagjes së vet dhe të zonës së vet? Apo edhe ata e shohin një gjë të tillë? Sigurisht që po ne nuk merremi vetëm me çështjen e politikës së lartë, me çështjen e politikës qeveritare. Ne ofrojmë zgjidhje, kemi bërë një platformë për të ofruar zgjidhje për të gjitha problemet edhe infrastrukturore këtu në Tetovë, por edhe një zhvillim edhe për një platformë zhvillimore, ekonomike, sociale për Tetovën dhe sigurisht qytetarët e shohin edhe njërën edhe tjetrën. Është e vërtet se këto zgjedhje nuk do jenë vetëm të karakterit lokal që do përcaktojnë se kush do e udhëheq komunën e Tetovës në 4 vitet e ardhshme, por e kuptojnë se do jetë një referendum me plot kuptimin e fjalës, sepse ne duhet t'i tregojmë qeverisjes aktuale se kush është, domethënë, kush e ka legitimitetin e shqiptarëve për t'i përfaqësuar ato në qeveri. Për fat të keq, kryeministri aktual Kristian Mickovski, përveç se e bëri, domethënë që unë duhet vendos se kush do i përfaqësoj shqiptarët në qeveri, ai don të thotë tetovarëve dhe shumë komunave tjera se unë do e përcaktoj edhe fituesin se kush do i menaxhoj komunat shqiptare dhe për disa arsye të tjera, kjo do jetë një referendum i vërtet që shqiptarët duhet të tregojnë se kush është përfaqësuesi i tyre legjitim dhe kush duhet i përfaqësoj ato edhe në nivel lokal, po edhe në nivel nacional, edhe pritshmëritë janë se ne do kemi një avantazh
dukshëm të madh në nivel kombëtar që kjo do e pamundësoj kryeministrin që ai të vendosë se cili do jetë përfaqësuesi i shqiptarëve në qeveri dhe përfundimisht do jetë një grusht shumë i fuqishëm për këto politika shumë të rrezikshme që ai po bën me shqiptarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Gjatë viteve të fundit është rritur retorika nacionaliste që nga fushata, në fakt, fushata për zgjedhje të përgjithshme me Hristijan Miskovskin që ka qenë agresiv në këtë drejtim. Më pas, një raport i Parlamentit Evropian foli për influencën e botës serbe, u fol për një financim të një biznesmeni serb në Tetov, madje u fol edhe për ndërhyrje të kishës ortodokse serbe, me ndërtime objekte kulti e të tjerë. Për te asaj, çfarë kemi parë dhe dëgjuar si është situata në Tetov dhe sa mund të ndikojnë këto ndërhyrje në zgjedhje, në mbarvajtjen e procesit, në rezultatin e zgjedhjeve? Po, në fakt, kryeministri aktual, pasi e shef që ka një kolaps në zhvillimin ekonomik të vendit, ka një ngecje, një blokad totale në procesin e eurointegrimeve, ka një prishje të raporteve me të dy fqinjët tonë të Bashkimit Evropian edhe me Greqinë edhe me Bullgarinë, dhe për shkak të gjitha këtyre dështimeve, por jo vetëm, ka dështime edhe në shumë sferat të tjera këtu në Maqedoninë e Veriut, ai gjithmonë mundohet që këtë ta hudh në aspektin nacional, që përfitoj të votuesi nacionalist Maqedonas. Dhe kjo është një retorik që ne kemi mësuar edhe prej shumë viteve më herët, sigurisht është një politikë e njohur për ne, por nuk është se nuk ka pasur efektet të duara, efektet që ato për fat të keq kanë një ndikim të ajo pjesë, ajo shtrese politikës maqedonase. Ne kemi paralajmëruar që në fushatën zgjedhore të vitit të kaluar për rreziqet që ekzistojnë nga influenca e botës serbe këtu, dhe kjo dukeshti si një retorik politike, por në fakt në momentin që Parlamenti Evropian e solli një rezolut të tillë ku thuhet se Maqedonia e Veriut po rrezikohet nga bota serbe, kjo u bë shumë e qartë se edhe ai paralajmërimi joni nuk ka qenë i thjesht politik, por është një realitet që sot po ndodh. Fakti që një kompani serbe po jep një donacion prej 800.000 eurosh, një kompani e cila besoni se ka patur vetëm 20.000 euro qarkullim, edhe donon për komunën tonë një vlerë aq të madhe, tregon se ka një influencë dhe ato mundohen të ndikojnë drejt për së drejti në rrjedhat politike këtu në Maqedoninë e Veriut, dhe ka qenë e çuditshme se këto kompani janë të lidhura shumë ngushtë me pushtetin aktual në Serbi, por gjithsesi ne kemi paralajmëruar, e kemi sensibilizuar opinionin këtu në Tetov, por gjithandej në Maqedoninë e Veriut për këto rreziqe, edhe unë jam shumë i vetëdijshëm se intelektualizmi shqiptar nuk do e lejoj që këto politika të kenë influencë dhe të determinojnë fituesit e zgjedhjeve këtu. Edhe fati mirë është se edhe një pjesë e bashkëqytetarëve tanë këtu në Tetov i kanë kuptuar rreziqet nga këto ndërhyrje edhe nga këto përzierje nga jashtë, edhe unë jam shumë optimist se këto politika do e kenë një grusht fuqishëm në këto zgjedhje dhe përfundimisht ato nuk do kenë hapësira veprimi në këtu në Tetov, por gjithandej në Maqedoninë e Veriut. Edhe pyetjet fundit kanë pjesëmarrja në zgjedhje, si duken qytetarët sa të interesuar janë për këto zgjedhje që po vinë pasi vit pas viti, duket se edhe interesi i qytetarëve ka rënë për të marrë pjesë në votime. Po, do jetë një pjesëmarrje shumë e lartë, por edhe fakti tjetër është se një pjesë e madhe e votuesve ndodhen në migrim. Do me thënë, prej pjesës që ndodhen këtu, pritshmëritë janë se do jetë një dalje shumë e lartë, do me thënë të nivelit 80% prej votuesve që jetojnë aktualisht dhe që banojnë, që janë rezidentë në Maqedoninë e Veriut. Pritshmëritë tona janë se do jetë një dalje shumë e lartë,
sepse kjo do jetë e favorshme edhe për ne si opozitë, edhe në TETO, por edhe në nivelin qeverisës, në nivelin qendror. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Suksese. Ju falenderoj edhe unë.